Edhe kjo është prej sfidave të integrimi që i kemi. Nëse na nuk, edhe kjo është prej pasojave të një politikbërje jo të shëndosh. Edhe përgjegjësia e parë është atyre që e kanë dorë sot pushtetin, pastaj edhe e popullatës në përgjithësi. Se nëse na zhvillojmë një politikë tillë si jemi duke e zhvilluar, ku kemi mungesë të zhvillimit të shtetit në aspektin infrastrukturor, në aspektin ekonomik, gjitha këto koka që do të jenë ndoshta jo as shumë të shumta në numër, mirë po që do t'i kemi edhe ato do të na ikin, sepse normalisht do të jetë shumë e logjikshme se çdo njeri kërkon të jeton me dinjitet. Dhe nëse një njeri nënçmohet dinjitetit i tij, sidomos një intelektual të mirëfill, ai nuk e pranon domethënë tutorizmin domethënë e një partie politike ose një deri politik. Ai kërkon hapësirë, kërkon autonomi, kërkon domethënë hapësirë veprimi pavarur. Edhe nëse nuk i jepet hapësira në vendin e tij, ai do të kërkon në vende të tjera. Perëndimi sot ja jep atë hapësirë. Edhe jep dinjitet, edhe jep jetë domethënë ekonomike të mirëfillt. Edhe pra shkak do të neve në kësi situata ku politika jonë merret me vete dhe jo me zhvillimin e shtetit, ne do na ikin kokat dhe përsëri ai elitë që duhet të ndërtohej nga këta kokat intelektuale të vërtet, do të na ikë, do të mbetet improvizimi i dytë me elitë jo meritore.